Po për median, çfarë mendon? A ka gjunahet e veta media? A është kompromentu media këtu atje qoftë me tender, qoftë me se kemi shumë mediatarë sot, nuk po flas për pronarët e mediave, po flas për mediatarë, domethënë opinionistë që janë në pasurime të jashtëzakonshme. Si ka mundësi? Këtu do të kthehemi tek fillimi i bisedës sonë. Që thash që media është pushteti 4, për sa kohë i shërben 3 pushteteve të para. Ditën që nuk i shërben, media nuk është më pushtet, sepse këta të marrin të burgosin. Është pushteti 4 në thonjza. Është një pushteti 4 me kusht. Me kusht. Me kusht mund ta quajmë. Është një pushteti 4 me kushtin që të sillesh mirë. Në momentin që sillesh mirë, patjetër që të vinë benefite të tilla si leje ndërtimi, koncesione, të zaptosh Bregdet, siç kanë bërë pronarët të televizioneve kombëtare, ku vetë ose nëpërmjet prestanomeve të tyre vazhdojnë zaptojnë prona nga Tirana në gjithë Shqipërinë. Dhe ky sistem rrjedhimisht i ka bërë nga pak pis të gjithë. Sado unë njoh gazetar me integritet, unë njoh gazetar me zemër, unë njoh gazetar me burim informacioni, unë njoh gazetar me dinjitet, njoh gazetar me karakter, por nuk munden. Nuk munden sepse e prori nuk i lejon. Ose në rast se ka individ, si puna ime, të cilët nuk pranojnë të kenë një pror mbi krye, por hapin median e vet, në rast se nuk pranon të bëhesh pjesë e këtij mekanizmi të madh, të godasin. Të godasin dhe të fusin atje në 302. Dhe nuk të çojnë asnjë vend tjetër, sepse ka ajrim, po të çojnë atje në 302 që të vuaj shpirti, mos shohësh as a është gri koha apo me diell, sepse ti duhet të edukohesh që të mos llapësh atë që nuk duan këta që ti të flasësh. Por kjo nuk është gazetari. Dhe sot ne jemi në një sistem hibrid midis demokracisë, diktaturës, dhunës, bandave. Është një miksim të cilin nuk po arrim ta dallojmë më se ku fillon biznesi dhe mbaron politika, se ku ka mbaruar politika dhe ka filluar media, ku ka mbaruar media dhe ka filluar gangsterllëku, dhe rrjedhimisht është një dëm që po i bëhet jo vetëm një sistemi të tërë, sepse të gjithë hallka janë të lidhura, por në fund fare po çorientojnë një popull të tërë